Pyetja ime është a janë duke I parë pikat edhe ndonjëherë mendoj që nuk ka nevojë për shumë debate, po flas mos ndërprit, edhe nuk ka shumë nevojë për debat, to janë kërkesat publike dhe ju duhet bëni një deklaratë publike si kryeministri dhe si partia I UPS-s, edhe doja shumë pikërisht, edhe doja shumë deklarata është e nevojshme se këtë duhet përgjigjet ai jo Hoxha indekta. Unë kam marrë në fakt një libër për 750 falës. Ti kthej vetëm një përgjigje. Po nuk e lexon dot. Ti kthej vetëm një përgjigje. Është me lexuar. Ta themi çfarë? Mund të kthej një përgjigje për pyetjen që ishte. E di çfarë është kjo? Tani janë gjithë projektet e Shqipërisë. Gjithë tokat. Ju këto po thoni tani. Që a do ta bëni? Bëni përgjigje. Gjitha të lira, gjithë tokat e Shqipërisë. Sa I përket reformës së kodit zgjedhor, ajo nuk ka lindur tani për protestës më, komisioni posaçëm, ka lindur që në konstituim, që në shtator, dhe është duke u marrë pikërisht me këtë situatë. Ju ndoshta nuk jeni të informuar. Po tani janë shiko. Po nuk kryeministri nuk tregon këto më Sara. Ai del dhe merret me personazhet, me gjok si e kishte. Nuk merret me personazhet, absolutisht. Për sa I përket pikës së parë, kryeministri Rama dhe Partia Socialiste nuk e japin dorëheqjen, sepse vetëm një vit më parë janë mandatuar me 84 mandate. Kjo është përgjigje. Mirë, kam pyetje fare thjesht. Në PS keni zhvilluar mbledhje zgjeruara që kanë patur në fokus protestë. Vazhdimisht. Ditë më thuash ti mua sot antar e Parlamentit Republikës Shqipërisë, çfarë është qëndrimi dhe përgjigjja e PS-s për protestën? Me 5 fjalë. 10 fjalë. Qëndrimi ja 20 po. Nuk ka asnjë qëndrim të fshetë që nuk është dhe qëndrim publik. Po ma thuaj qëndrimin. Dhe qëndrimi jon, qëndrimi jon publik është që në asnjë mënyrë nuk e shohim të arsyeshme që të japim dorëheqjen si kryeministri Rama, ashtu dhe Partia Socialiste, pasi vetëm një vit më parë ka marrë 84 mandate dhe është votuar nga më shumë se 820.000 shqiptar. 9 muaj më parë ka filluar punën qeveria e re. Kështu që ne nuk kemi të bëjmë as me kohë të gjatë të kaluar nga ky moment dhe nuk kemi të bëjmë as me një vot të diskutuar, por me një vot të theksuar. Dhe patjetër ka qenë vetë kryeministri Rama që ka dalë dhe I ka kërkuar se nuk jep dorëheqjen neve na shikon në shesh çdo ditë. Fillestare. Sa I përket çështës fillestare që u ngrit kjo protestë, është shumë I gatshëm të flasë, të sqarojë, të jetë transparent, të mundet që të bindë të gjithë bitymnajën e madhe që është bërë, por për sa I përket pikave të tjera të dorëheqjes, këto nuk janë opsion, kaq. Në fakt, për çështjen e parë, që ai pretendon të jetë transparent, në KKRT në 2022-shin ai zotëria ka miratuar dhe thotë sot s'ka projekt. Ai në fakt SPAK-u duhet e kam drejt kamerë, SPAK-u duhet bëj sot një hetim penal për kryeministrin shqiptar, sepse ka gënjur publikisht edhe ka vendosur një leje në një pronë e cila ka pas probleme pronësie. Ndërsa te ky libri I madh, The Albanian Files, që dosjet e Shqipërisë, në fakt këtu janë të gjitha projektet nga jugun veri që do të ndërtoj kryeministri. Edhe këtu është problem serioz, sepse ka shumë qytetarë sot që nuk e dinë se në shtëpitë e tyre, në tokat e tyre janë miratuar projekte nga kryeministri, që janë shpërndar gjithë botës, sikur këtu është një tabula rasa. Shqipëria është një tabula rasa, që ne duhet ftojmë arkitektët botror dhe të ndërtojnë çfarë do qefi atyne. Në fakt, edhe projekti I Zvërnecit këtu thuhet që në 2022-shin është projekt për të ndërtuar, madje është dhe investitori aty me emër dhe mbiemër dhe investitori në këtë dosje del që është Kastrati. Edhe këtë duhet ta themi edhe t'i rrim drejt. Edhe nuk është vetëm kjo dosje. Këtu ka shumë vende në cilat do ndërtohet dhe njerëzit nuk ja kanë haberin. Madje paradoksalisht, Rama kur ju shkruan arkitektëve të huaj, thotë që termi dosje në Shqipëri ka një farë konotacioni pejorativ, sepse ju kujton njerëzve të shkuarën, kur njerëzve ju hyej në shtëpi, në familje, në pronë. Në fakt, kjo dosje është përsëritja më e jashtëzakonshme asaj që ka ndodhur. Përmes kësaj dosje, njerëzve do ju hyet në toka, në shtëpi, edhe do ju vitet e ardhmja. Kështu që shqiptarët, nëse nuk ngrihen edhe për këtë dosje, duhet ta dinë që në fakt më mirë të largohen nga Shqipëria sepse nuk do të ketë vend më për ta. Ylli, nëse mund të them dhe diçka shumë shkurt. Ja, të Bushati për të mbajtur te protesta. Ma le Bushati se mund të komentoj dhe këtë që do të them. Se do hyrin në replikë dhe na mbetet kjo pjesë. Jo, të lutem, se mos për atë që po thonin edhe organizatorë, koordinatorët e protestës, në raport edhe me qasjen që ka PD-ja dhe zoti Berisha dhe me këto kërkesat, mos harroni dhe një kërkesë tjetër që është shtruar nga protestuesit, që është brenda 5 pikave, kufizimi I mandateve të kryeministrit me 2 mandate, të cilat vetë publikisht zoti Berisha I ka përkrahur ditën e ndjeshme.
Ditën e sotme Taulan Balla ka thonë jemi kundër. Se ai nuk bëhet me më. Zoti Berisha ka thënë jemi pro. Jemi pro dhe të ka thënë, a i keni kërkesë, a e kanë kërkesë. Përgjigja publike dhe zyrtare nga PD-ja, nga PD-ja Për këtë s'do ta kisha dhënë kohë. Jo, Andi, për t'ju përgjigj të gjithë kërkesave që kanë, mos e thoni ashtu se kemi diskutuar Tani Bushat. Jemi okej. Nuk do ndodhi kur dhe ja ku jemi vëllik. Të mbetemi tani te merr me atë pjesë. Çfarë mund të konsiderohet deri tani, deri sot kemi 26 ditë. Në pikpamjen tënde qartë për t'ju thënë njerëzve, çfarë mund të konsiderohet suksesi i kësaj proteste? Dhe pastaj podopsia e kësaj proteste? Shkurt qartë ju thuajmë. Dopsi nuk do i them asnjë. Kurse suksesi i kësaj proteste mund të them disa. Çfarë është suksesi i kësaj proteste? Suksesi i kësaj proteste është që ditën e parë, kur toka po vidhej, ishte sikur ta fillosh 5 minuta vonë se Iqbalja, që mua më raportuar kote kanë burgosur, pas ka dalë dhe del në favorin ton për të folur. Po, unë ndërpres. Të ndërkërkoj ndjes. Unë ndërpres, po vetëm mos më nxirr dhe atë bardhylla. Jo, s'ke njëri tjetër, jo. Që të më thot pastaj që ky është revolucion islamik. Po këtë Marleta, Sharlatani këtë fute, po sharlatanin... Po lere tani se... Se do t'a shpegoj dhe... Po lere mua të fjallë, ma shpego kur të dalim, sepse nuk... Jo, këtu. Mirë të shpegoj. Po fute njerë, që të duash. Iqbalen në qofë se mundemi tani. Do një minutë, po se ndërprem Bushatin tani, se këte do të thonë se prapë mbete kaloj një minutë dhe ndërpres prapë. Dimoni tani, ka që vështirë shke lidhje? Po fut një reklamë, më. Jo reklamë, nuk ka lidhje. Lasim në studio, më po deshë. Tani ti me ndonë... Po ju thoi e kemi në lidhje, mo, se kjo është habije madhe tani. Po, ku doj që tjetë, mos ka rëndësi, në telefon, është telefon? Po, zënë Iqbale. Po, përshëndetje. A je mirë? Mirë jemi, mirë, pak të shqetësuar për shkak të padrejtësive që po na bëhet. Për çfarë të ndodhi ty tani? Çfarë ke Berti tani? Mirë, po kam problem se burri im është shqetësu shumë dhe më falni të analizonin. Tani, shiko, të bëjmë disa zonja Iqbale se nuk të njofin njerëzit, të kanë para ty që ti ke folur në protestë. Nuk ka folur më zhgënjeshtër dhe kjo? Nuk ka folur, okej. Nuk edhe mund të flasë, mo. Po mund të flasë. Dhe për shkak të lajmeve